Po nisim me kryeqytetin, pasi sigurisht edhe ju këto emra të cilët do u citoj i njihni, është Edi Rama, opozita e ka cilësuar si kreu në organizatës, është Manasir Liu në listë mbyllur, ish ministri i Shëndetësisë e akuzuar për sterilizimin dhe check-upin është zonja Spiropali, ku Partia Demokratike mëse një herë ka akuzuar në kohën kur ishte në dogana, vijoi me zotin Balla që vetë zoti Berisha thotë që është i lidhur me grupet më të mëdha mafioze shqiptare, madje del sa herë shkon paraqitet në SPAK zoti Berisha jep edhe një fragment të dosjes të zotit Balla, ku pretendon se implikohet ai, është zonja Nikola, ish kryetare e parlamentit. Pra janë këta emra të cilët janë vendosur përballë emrave të tjerë të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Cila është pyetja? Duke qëndruar tek listat, këta emra të cilët ju citova, eksponent të SPAK-ut, po mbrohen, apo çfarë po ndodh? Ju a thash, po me sa duket s'kam qenë i qartë. Lista e Edi Ramës përbëhet, ju thash, nuk ka një kriter nga kjo pikpamje. Të zullumqarët që i rrethojnë, i kanë ndarë në ata që nuk mund të lëshohen, dhe unë mendoj për shkak se nëse lëshohen del vetë Edi Rama në tavën që SPAK-u po tenton me të gjitha mënyrat të mos ta shohë, dhe në ca të tjerë që janë të sakrifikueshëm. Nga kjo pikpamje nuk ka asnjë lajm. Si shtatë edhe ju, domethënë të marrësh të nxjerrësh një listë hapur Pandri Majkon apo Mimi Kovelin, të cilët në fakt nuk janë përfolur si persona në krye të zullumit të Partisë Socialiste në qeveri, dhe të mbash afër Taulant Ballën apo Elisa Spiropalin, cila nuk është çështje e harruar kjo puna e doganave, ajo është domethënë e përfshirë në skajën kroçat dhe në organizatën më të rrezikshme kriminale të kohëve të fundit, që është ajo e Plumb Gjokës dhe e këtyre eksponentëve të krimit në Shkodër. Është autorja e vjedhjes e grabitjes së bashkisë Shkodër në bashkëpunim me krimin e organizuar. Që do të thotë, Edi Rama, siç u thash edhe një herë, dhe po ju përsëris, thjesht ka ndarë zullumqarët, kriminalët që ka vërdall, meshkuj dhe femra në ata që janë të sakrifikueshëm dhe në ata që nuk janë të sakrifikueshëm. Është si pikë mënyra e të menduarit dhe të vepruarit në një organizate kriminale. Sigurisht Edi Rama ka dalë në një